Derisa jeni në aeroport duke pritur fluturimin tuaj, ju vjen në mendje se duhet të kontrolloni emailin tuaj dhe t'i përgjigjeni mesazhet që keni marrë mbrëmë. Për të kursyer internetin, aktivizoni Wi-Fi në telefonin tuaj. Gjeni në rrjet të lirë, të hapur dhe vendosni të lidhuni, pa menduar. Megjithatë, përpara se të shtypni lidhjen, prisni. A jeni të vetëdijshëm për rreziqet që po merrni? Rrjetet publike dhe të hapura Wi-Fi janë të disponueshme thuajse kudo: aeroporte, kafene, hotele, sheshe dhe parqe. Këto rrjete ofrojnë qasje në internet falas ose me koste të lirë. Shpeshherë janë të pasigurta dhe nuk kërkojnë fjalekalim duke bërë të lehtë lidhjen në internet, kështu që çdo kush mund të lidhë. Komoditeti i tillë ka një çmim, pasi këto rrjete janë qëllime kryesore për kriminalët kibernetik që kërkojnë të kenë qasje në të dhënat personale të tjerëve. Ulumtimi i Forbes vitin e kaluar tregoi se, gjatë përdorimit të rrjeteve publike, 40% të anketuarve u ishin vjedhur të dhënat personale. Një nga rreziqet më të mëdha që lidhen me përdorimin e rrjeteve publike Wi-Fi është se mund të jenë të prekshme ndaj sulmeve. Hakerët mund të përdorin këtë dobësi për të vjedhur të dhënat tuaja personale ose për të instaluar software me qëllim të keq në pajisjet tuaja, pa e ditur ju këtë. Në këtë rast, i njohur si njeriu sulmohet në mjedis, hakeri e përgjon komunikimin midis pajisjes tuaj dhe rrjetit me të cilin lidheni. Kur përdorni rrjet të hapur Wi-Fi, të gjitha të dhënat që i dërgoni ose i pranoni mund të përgjohen nga të tjerët që janë të lidhur në të njëjtin rrjet. Kriminalët kibernetik mund t'i kapin lehtësisht të dhënat e emrit tuaj të përdoruesit dhe fjalakalimit në ndonjë platformë, të hyjnë në mesazhet tuaja të postës elektronike ose në rrjetet sociale. Kjo ndodh sepse rrjetet e hapura zakonisht nuk ofrojnë shifrimin e të dhënave, që thotë se informacionet të transmetuara përmes tyre nuk janë të mbrojtura. Pa shifrim, hakerët mund të ndjekin lehtësisht aktivitetet tuaja dhe të kenë qasje në informacionet tuaja. Duke shfrytzuar dobësitë e sigurisë, sulmuesit mund të instalojnë programe të viruseve që vjedhin të dhënat, madje edhe të marrin kontrollin e pajisjes tuaj. Ky rrezik e thekson rëndësinë e të paturit të softwareit antivirus të përditësuar në të gjitha pajisjet digjitale. Hakerët gjithashtu mund të krijojnë edhe rrjete të reme Wi-Fi që imitojnë rrjetet reale dhe legjitime. Për shembull, nëse jeni ulur në restorant, hakeri që ndodhet aty pranë mund të krijojë rrjet të hapur Wi-Fi dhe ta emërojë sipas restorantit, me qëllim që t'ju ngatrojë dhe t'ju lidh me rrjetin e tij të rem. Tani, si të qëndroni të mbrojtur kur përdorni rrjete publike Wi-Fi? Është mirë të përdorni VPN, rrjetin privat virtual, i cili e shifron lidhjen tuaj të internetit dhe i mbron të dhënat tuaja nga sytë kurreshtar. Kur jeni në restorant ose në kafene ose bibliotek, gjithmonë pyesni personelin për emrin e rrjetit të tyre për të shmangur lidhjet e reme. Kur shfletoni internetin, sigurohuni që faqet e internetit që i vizitoni e përdorin protokollin HTTPS për të shifruar të dhënat midis fletuesve tuaj dhe faqeve të tyre dhe shmangni ato që nuk e kanë këtë protokoll. Është e rëndësishme t'i kufizoni aktivitetet e ndjeshme, përkatësisht derisa jeni të lidhur me rrjetet të tilla, të shmangni veprimtarinë bankare online, blerjet dhe pagesat me kartel bankar. Është mirë që të aktivizoni vërtetimin me 2 faktorë, i cili shton shtesë të sigurisë duke e bërë më të vështirë qasjen e hakerëve në llogaritë tuaja të përdoruesve. Sigurohuni që edhe softveri i pajisjes tuaj të përditësohet gjithmonë në softverin më të ri për të mbrojtur nga tëmetat e mundshme të sigurisë në versionet e mëparshme. Është këshill e mirë edhe të aktivizoni funksionimin e lidhjes automatike të pajisjes tuaj me rrjetet Wi-Fi për të parandaluar që pajisja të lidhet me ndonjë rrjet pa pëlqimin tuaj. Duke i respektuar këto këshilla të shkurtra, por efikase, mund të shijoni komoditetin e rrjeteve publike Wi-Fi pa e rrezikuar sigurinë tuaj digjitale. Qëndroni të informuar dhe ndërmerrni hapa për të mbrojtur të dhënat tuaja personale.